Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ja ku takohemi me rubrikën që vlen të ritheksohet, si u bë më shumë si një vit që takohemi me profesor Lukën. Engjëlli kundër djajve dhe e ka dëshmuar, e ka faktuar çdo ditë më shumë që nuk e kemi lënë një javë talim bosh pa u takuar, por ka pasur raste siç është rasti i sotëm, që jemi takuar më shumë se sa një herë dhe më shumë se sa dy herë kur ka ngjarje dhe çështje që duhen diskutuar për të mirën e vendit dhe gjithmonë duke pasur si udhërrëfyes ligjin. Skënderbeun dhe drejtësinë. Po, patjetër, tani flet vetë gjitha, ku ne kemi si prezantimin ton të përhershëm, kjo është ajo studio jon që udhërrëfyesi i gjithë shqiptarëve do të jetë Skënderbeu. Që në kohën e Skënderbeut, pastaj Shqipëria është pasuar vetëm me tradhtar. E dini çka ka thënë Skënderbeu? Drejtësinë e ndan shpata, bam, edhe tutje, ata të liqt, mashtruesit, falsifikatorët e tjera. Tani vazhdo me këto, pastaj do të dalë një temë tjetër që ka thënë Babamondi që do të ndërtohet shteti Bektashi për shkak se Skënderbeu ka qenë Bektashi. Ja tregojmë Bektashi unë Babamondit në po prit njërë dashi. Tani, me që ti ma dërgove, unë kam këtu një foto, s'ka gjë se do t'ja u japi Altini ta fusi si insert. Dhe këtu është një foto e Bexhet Paçollit me në krah Naim Murselin dhe Liridon Ademin. Dhe këtu është shkruar vrasjen e Liridonës ma kërkoi burri i saj, që do thot Naimi. Paçolli premtoi lirimin nga burgu. Pra ky po e konfirmon që e ka thënë ai në gjykat. Tani në radhë parë duhet t'i ndajmë çik gjërat dhe t'i qartësojmë që gjykata nuk e ka marrë vendimin. Domethënë këto fjalë deri në fund të gjykimit janë me pikë pyetje derisa të vendosi gjykata nëse janë të vërteta apo s'janë të vërteta. Po për momentin le t'i marrim për të vërteta. Mos harroni që aty te ai Obori Ansor, si të thuash, i Ministrisë Financave, para 3-4 muajsh ne kemi bërë një intervistë. Një intervistë gjatë dhe kemi thënë, domethënë kam thënë unë, pikërisht që Liridona Ademi është vrarë pikërisht sepse ka lidhje me aktivitetin kriminal të Bexhet Paçollit. Se ndryshe, Bexhet Paçolli për çfarë do të premtonte lirim të vrasësit? Çfarë arsye kishte? Vetëm me këtë rriesh të dy. Ka që thot ai, nëse këto fjalë janë të vërteta? Ka konfirmuar ato që kemi thënë një parë, 3-4 muaj edhe në më parë. Edhe më parë kemi thënë edhe. Ai ka konfirmuar edhe ca gjëra të tjera. Një që Prokuroria e Prishtinës ka ardhur këtu dhe ka marrë takim me Prokurorinë e Tiranës me Arenc Çelën dhe në mendimin tim Arenc Çela e ka mashtruar Prokurorinë e Prishtinës, ose më saktë Leonard Filopati e ka mashtruar Prokurorinë. Një dhe e dyta, nëse këto fjalë janë të vërteta dhe gjykata i konfirmon deri në fund, do të thotë që shkaktari kryesor i vrasjes është pikërisht Leonard Filopati. Sepse Leonard Filopati ka zvarisur qëllimisht hetimin për të zbardhur, domethënë për të mos marrë në hetim Bexhet Paçollin dhe Belinda Ballukun, natyrisht edhe Theodori Çamin, dhe të tërë së bashku kanë shkaktuar këtë vrasje që normalisht nëse ngjarja do të ishte zbardhur në fakt që 5 vjet shkuara, që kur e kishte hetimin Anisa Qelimi, prokurore, kjo ngjarje nuk do të ndodhte. Tani keni parasysh një gjë, për shkak të mosveprimeve të qëllimshme të prokurorisë dhe të policisë, që mendjen e kam të gjobvenja që të përfitojnë në çdo rast ata vetë të parët, dhe që drejtësia mos shkojë në vend, domethënë Engjëllit mos i jepet ajo që i takon, dhe si Engjëlli janë ndoshta qindra mijëra të tjerë shqiptar, e kupton? Dhe përveç kësaj, të gjitha këto që ndodhin bien deme pas demesh në ekonominë shqiptare, në ndryrje nga të huajt, në copëzimin e terenit, domethënë marrje të tokave në jurisdiksionin e shtetit italian apo ku di unë, kur këtu na futet një Xherot Kash, një më falni për shprehjen se s'dua ta them, një gjysmë psikopati që kërkon të vrasë gjysmën e botës për shkak të Izraelit, dhe ndodhin të gjitha këto. Po le ta mbyllim këtë çështje për të marrë me një gjë shumë të rëndësishme.
kjo tani po shkon drejt të zgjidhjes së një, se më kujtohet gjithmonë që ti thua vazhdimisht dhe ke theksuar pothuajse në çdo video që thua nuk ka dorëzim, nuk ka tërheqje pas. Asnjë nuk diskutohet fare ajo. Edhe që unë në mënyrë habitore, jo vetëm. Po as nuk diskutohet fare ajo, nuk ekziston që unë të tërhiqem. Sepse unë po ju them, unë jam 1 miliard% i bindur në ato që them dhe kam fakte, kam prova. Jo, po kur ishe gjithë kundër, kjo është ajo se si do. Po ata kundra, shikoj këtu, ata mundur që të dëgjoj këtu. realizohet, por Mos harroni një gjë, ata kundër janë kundër vetes. kundër vetes. Si janë kundër Pra ti do vetes. të zhbësh ato. Po nuk diskutohet, nuk diskutohet, nuk diskutohet. Zgjidhet kjo çështje e Bexhet Paçollit, Naimit dhe Liridonës. Çështja e Bexhet Paçollit është në duar të gjykatës së Prishtinës. Mua nuk më kanë pyetur asnjëherë dhe nuk kanë marrë gjithçka që kam unë. Domethënë nuk ka nevojë të më pyesin mua, ta le të marrin dosjen. Po. Sepse dosja është komplet e manipuluar nga Leonard Filopati. Gjyqtarja ka pasur probleme të rënda para edhe pas atij gjykimi, që ajo nuk ka lejuar marrjen e provës me pretendimin se kërkesa i është bërë për thirrje telefonike keqdashse. Dhe brenda këtij kuadri ligjor nuk lejohet marrja, nuk ka arsye me fjalë që të merren të dhënat kompjuterike. Por kallëzimi im ka qenë për mashtrim kompjuterik. Mashtrim kompjuterik, sipas ne 143 fraksion B, është detyrimisht e lejushme që prokuroria të marrin provat dhe të shikojë nëse ka fajësi apo jo. Po, në këtë formë ku ka shkuar drejtësia, hetimet dhe çështja, po shkon në anën tuaj apo jo? Këtë dua të them. Po pas një diskutim. Pa diskutim. Pra me këto që po shohin, publikohen edhe nëpër mediat e tjera. Shikoj, ju them një gjë që këta nga do që rrotullohen kafshojnë bishtin e vetë si punë e qenit dhe nga do që rrotullohen bëjnë vetëm gabime. E kupton? Okej. Do t'ju them, me që erdhem këtu te drejtësia, do t'ju them një gjë. Që ta mbyllim vetë kalendin tjetër. Dje kam marrë një vendim të firmosur nga kryetari i kolegjit të gjykatës lartë Ilir Panda. Vendimi gjasme është marrë 2-3 muaj të shkuara. Tani, ky vendim, dëgjojeni mirë, është për të shpëtuar Adriatik Lallën. Ku është Adriatik Lalla? Në Itali. Po. I marr, Rom, ku ishte? s'ka rëndësi, i marr në mbrojtje nga shteti italian se gjasme i rrezikohet jeta në Shqipëri. Vazhdoni aratisur akoma. Po pra, ai vazhdoni aratisur. Ai është dënuar këtu nga të gjitha instancat e gjykatës shqiptare. Ai është njeri që ka pasur maksimumin e pushtetit dhe askush nuk mund t'i dredhonte drejtësisë. Ai ka pasur mbrojtje, ka pasur gjithçka. Ai merret në mbrojtje nga shteti italian, apo jo? Ilir Panda është një njeri që ka qenë kryetar, më fali. Antar i bordit drejtues të Bankës Intesa San Paolo. Është Bankë Italiane, Banka Intesa San Paolo? Jo vetëm që është Bankë Italiane, po Intesa San Paolo ka filluar aktivitetin e saj në Shqipëri direkt pasi kam ardhur unë këtu nga Italia. Çfarë thua? Direkt. Unë kam ardhur këtu në prill. Në maj kam hapur një llogari bankare. Prit, s'është koincidencë kjo. Prit, dëgjojeni mirë. Në maj kam hapur një llogari bankare dhe kam kërkuar një kartë debiti. E kam marrë kartën e debitit, nuk e di në datën 10-15 maj sa s'ka rëndësi. Dhe 2 muaj më vonë, Banka ABA, se ishte Banka ABA kjo, nuk ishte Banka Intesa San Paolo. Banka ABA, domethënë American Bank of Albania, u ble nga Banka Intesa San Paolo. Po pse? Sepse italianët e dinin shumë mirë që unë do të merja para dhe ata do t'i visin parat kyll fare, pa bërë asnjë gjë. Dhe ky aktivitet ka vazhduar vazhdimisht sot e kësaj dite. Banka Intesa San Paolo ka zhdukur të gjitha dokumentacionin dhe ky dokumentacion kërkohet nga vendimi i formës prerë i gjykatës. Gjithë që bën shteti italian këtu rekruton njerëz dhe i përdor për vete për të mos lënë drejtësinë të punoj, po prit se ka më kjo. Ky vendim, siç u thash, ka ardhur dje. Bile E ke, ë? prit. Vendimi ka ardhur. Më fani këtu që ta lexosh ti. Po vllajo. Na marrësh çadrën? Çadrën së boftof. Atëre, ja ku e ke. Shiko këtu ora. Atëre. Prit.
Vendimi, shikoj këtu, ja ku është vendimi. Shikoj, 7.015, e shikon, po deshe ta dërgoj unë pastaj që ta futesh në insert, dhe ka ardhur tek unë, shikoj këtu, durolli gjykate lartë, ka ardhur në 27 mars 2026 në orën 11:38. Dakord? Tani, dëgjon që këtu, unë i dërgoj zotit Ilir Panda, të nderuarit të gjykatës së lartë. Sa email që kemë. Prit. Unë i kam dërguar zotit Ilir Panda një email ku i kërkoj. Jo, i këshumë, kur e ke qoti? Ashtu dhe. I gjeti. Prit ashti. Jo. Unë i kam dërguar 2 ditë më përpara Ilir Pandës një email ku i kërkoj që të më bëj një listë të gjatë të gjitha çka ka përfituar ai nga Banka Intesa San Paolo si antar i bordit të Intesa San Paolo. Unë jam personi që më ka grabitur Banka Intesa dhe do me thënë ky ka marrë pjesë në grabitje. Lejushme kjo që ti mund të kërkosh. Sigurisht. Disi çka ka përfituar. Ai është i detyruar të zbrazit xhepat se është personazh publik. Ai është i detyruar të bëjë deklarim gjithmonë. E çat përgjigjet ka kthyer ai? S'ka kthyer përgjigje, do presim një përgjigjen e tij. Po unë di që ai ka marrë pjesë, ka qenë kryetari i trupit gjykus në disa raste dhe të tëra këto raste unë do t'i çoj në gjykatë kushtetuese. Një dhe dyta, nëse ai i fshihet së vërtetës, unë kam të tjera hapa ligjore për të marrë kundër tij. Dhe fakti që ai ma dërgon vendimin direkt pasi unë i kërkoj transparencë për përfitimet e tij nga Banka Intesa San Paolo, është hapi drejt për drejt akmarrës. Direkt akmarrje pastër. Që nëse ti më bëj këtë, unë të bëj këtë. Mos haro se ajo çështja Adriatik Llallës është në fakt çështja e petrolit. Ka 10 miliard dollar brenda ajo. 10 miliard. Ka thon mediat. Mos ka 10, ka 5. E kuptoni çfarë luhet këtu? Tani do t'ju them tjetrën. Sa pas ka sot, që ka çandër plot. Gazeta me lajme të reja këtu. Gazeta të mori. Dëgjoni që këtu tani. Mos u zini. Në ditën kaq e aq me keqardhje në datën 26 mars unë kam marrë gazetën, gazeta është Gazeta Sot, kjo ka plot gënjeshtra, po faktet janë fakte. Këtu flitet... Ata që i dallojnë faktet. Po, pra ata që i dallojnë. Dhe dallojnë gënjeshtra, bën diferencë midis dyave. Fakti është që nuk po, s'ka nevojë, mund ta lexoni gazetën. Cilës datë ishte? E datës 26, e pardjeshme. është dënuar me vendim të gjykatës së Lezhës me burgim të përjetshëm zoti Sarajeva portugezi që vrau në Lezhë biznesmenin dhe kandidatin për zgjedhjet lokale Adrian Nikulaj në Shëngjin të Lezhës para 3 vjetësh. Tani si e dënuan? Të mos keq kuptohemi se mos në njerit i shko në mendje se unë do ma në mbrojtje një vrasës. Kur në kurës. Nëse ka vrar, të vritet. Burgim të përjetshme ka pak. Të vritet. Po t'jem unë të zhduket. Sepse vrasja është bërë në mënyrë më makabër. Një njeri që ulet në lokalin e ti, në shtëpin e ti, duke pirë kafe qetësisht dhe ti tradhti shkon e vret bam e kërcet e ikën, jo që një mirë. Vrave do vritesh, pik. Do më dhenë, që gjykata e ka dënuar me burgim të përjetshëm duke presupozuar që ai është vrasi, ka bërë jashtëzakonisht mirë. Por, po çfarë nuk qëndron tek ti? Por, a është me të vërtet ky vrasi? Pse ngrej këto pikpyetje? Ja të shtrojmë arsyet pse ngrem këtë pikpyetje. Një, ai nuk e ka pranuar vrasjen asnjëherë. Prit, por është normale që kriminali të mos e pranoj vrasjen. Është afërmendshëm. Ashtu dhe. Do të thënë ka që e pranojnë, ka dhe që se pranojnë, mbeten deri në fund dhe se pranojnë. Por kjo nuk është arsye vetë, me sigurisht. Sipas policisë dhe prokurorisë që na dolën që sekondën e parë, domethënë më duket 2 ditë më vonë dolën aty në media dhe shpallën që e kapëm, kemi marrë të gjitha provat, e kemi verifikuar,
e sigur që është ky, janë këta. Do më thënë përveç Sarajevës kanë marrë pjesë dhe të paktën 3 apo 4. Dhe Pagusi, që është edhe shqiptar. Por është asmi i tyre. Ashtu, kanë dalë me emrat atë tërë. Dhe janë të arrestuar në Londër. Tani, ata janë të arrestuar. Gjykata e Londrës ka lejuar ekstradimin, pse nuk kanë ardhur ata këtu? E ka leju gjykata? Po pse? Si mendon? Po pra, pse nuk kanë ardhur këtu? Pse s'kan ardhur? Ta bëjmë pyetje. Pse s'kan ardhur ato, ndërkohë që gjykata e Londrës ka lejuar ekstradimin në Shqipëri? Pse e ka ndarë gjykata vrasje, domethënë gjykimin e Sarajevës nga pjesa tjetër e bashkëpunëtorëve? Sepse sipas policisë dhe prokurorisë pretendohet që ky ka qenë rekrutuar, paguar, instruktuar e tjera për të bërë vrasjen, i është dhënë një pjesë e parave dhe do t'ju jepet pjesa tjetër pasi të mbaronte vrasjen. Bashkë me këtë janë marrë si grup vojtuesësh edhe 3-4 britanik, shtetas britanik, me origjinë britanik, domethënë anglez, dhe këta janë përzgjedhur për të ruajtur Nikulajn, domethënë viktimën, dhe në momentin që ky në mënyrë të pastër, pa pengesa, pa gjë, do ta ekzekutonte dhe do të kërciste do ikte. Ky është ajo që pretendon policia. Po. Dhe sipas policisë është gjetur edhe kush e ka komanduar, kush e ka vrarë. Domethënë kush e ka kërkuar vrasjen e tij. Po tani? Prej tani. Po presim. Tani kemi gazetën e datës 27. E kupton? Ke dhisi 6-27. Po pra, që flet se, që thot kjo 27 se, janë 500.000 euro për të vrarë Ruben Sarajevën në Burg, kush e do kokën e portugezit që ekzekutoi Ardian Nikulajn. Qa bëhet për portugezin 500.000 euro? Prit, ma gjëna sa është paguar në fajza, nëse është portugezi vrasës. Dale. Se e tërë kjo është thjesht blof. Pse është blof? Si blof? Ja ta themun pse. Si pas gazetës, po ta lexojmë këtu neve, po do në ja u lexoj unë, thuhet që nga i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, i kërkuar për të vrarë për një çmim prej 500.000 eurosh nga ata që punësuan si vrasës me pagesë. Domethënë, po ata që punësuan, kërkojnë që ta vrasin dhe pagojnë 500.000 euro për ta vrarë. Prit, po pse? Arsyeja është sepse eliminimi i tij në Burg kërkohet nga frika se mos Sarajeva në një moment kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë shqiptare dhe tregon rekrutuesin dhe paguesin angli. Po policia e di kush është rekrutuesi. Policia pretendon që rekrutuesi është ai Hasmi. Është arrestuar, ai dihet kush është. Qa bashkëpunimi do bëj ky me prokurorin? Ky s'ka ç'a të bëj. Sepse sipas policisë dhe prokurorisë të tëra dihen. Dihet kush e ka urdhëruar, dihet kush e ka paguar, dihet që ky që nga vrasi, dihet kush e ka në ruajtur Nikulajn për ta vrarë, qa nuk dihet? Jo, tani do t'i kthehemi variantit tim. Dëgjoni variantin tim. Porosia është bërë nga Anglia, pjesëmarrës në vrasje kanë qenë 4 britanik, dhe kush na thot neve se në mes atyre britanikëve nuk ka pasur edhe një të infiltruar të shërbimeve të inteligjencës britanike, MI6. Ç'lidhje ka shërbimi të inteligjencës britanike? Përse? Në 20 tetor 2022, domethënë pak kohë më përpara se të ndodhte vrasja, unë i kam kërkuar ambasadës britanike me letër që të më japin letrën time, dëgjoj mirë, të datës të datës 4 nëntor 2011, dëgjoj çik mirë, të datës 4, këta janë ato, do bëra këtë do bëj qofte, prit.
Dëgjondi. Ka qenë shpar, vjen njëri dhe vjen. Dëgjoni, këta janë ata që i dërgon policia Kastile për të prishur çdo gjë. S'ka rëndësi, dëgjoj këtu. Po ashtu. Dëgjoj tash. Më dëgjoj. Dëgjoj tash. Në datën 4 nëntor 2011 dhe kjo letër në fakt është ajo që shkaktoi shkarkimin e Berlusconit që ka dalë duke qarë aty një javë më vonë, datën 11. Dhe kjo letër në fakt është pikërisht për atë petrolin, për gjithë krimet dhe gjithë strukturën e mashtrimit që kanë bërë bashkë italianët, britanikët, francezët, amerikanët dhe izraelitët, në gjithë të histori. Dhe ata nuk duan të japin letrën, s'mund të japin letrën ata. Se gjithë shka që unë kam thënë në vitin 2011, vazhdon të verifikohet në vazhdimësi. Dhe ata një kanë dashur të bëjnë zhurmë, një, e dyta, të mos harrojmë një gjë, është vrarë një njeri dhe njerëzit mendojnë që diçka ka lidhje me të. Po mundet që diçkaja mund të ketë lidhje dhe me ndonjë gjë tjetër, mund të ketë lidhje me vetë Sarajevën. E kanë futur në kurth dhe i kanë thënë shkovrit, e kupton? Se ty s'të gjen gjë. Dhe ky ka qenë kurth për ta futur në burgim të përjepshëm për ta eliminuar. Ne nuk e dim çfarë fshe Sarajeva vetë. Sepse Sarajeva ka qenë 2 herë në burg në Britani. Mund të jetë përdorur dhe në operacione të tjera. Po, i ndërtuar për këtë gjë. Po pra, jo, ai o është fare viktim, o është një viktim për shkak të një aktiviteti të mëparshëm. Po, edhe haj pa i përdorim tjetër. Dhe ja fusim këtu, po ku ta edhim? Po s'mund ta eliminojmë në Britani se atje ka media, ka etu, se kam thënë tash, as në Portugali jo, se s'ka gjë, po ku në Shqipëri? Se në Shqipëri nuk ka as ambasadë portugeze. Dhe jo vetëm kaq, po ambasada portugeze ka dërguar njëri këtu dhe nuk e kanë lënë të takohet me Sarajevën. Po. Domethënë, qëllimi këtu nuk është që ne të shpëtojmë Sarajevën si vrasës, po të gjejmë vrasësin e vërtet, të gjejmë motivin e vërtet, sepse vajza që këta pretenduan, domethënë e fejuar e atij Gjaspe Urdhërusit, shqiptarit nga Lezhë, që ka qenë në asmëri me Nikulajn, ajo jo vetëm që s'ka pranuar, po ajo ka thënë troç që policia më ka kërkuar, më ka dhunuar dhe më ka kërkuar që unë të them që po i fejuari më ka urdhëruar mua që të bëhem bashkëpunëtor në përndjekje dhe në vrasje. Një, po kemi me dhe që kemi thënë më përpara. Në krye të policisë së Lezhës, të policisë së Lezhës ka qenë ky si e ka emrin? Dreu. Jo, prit. Se s'po ja kujtoj dot mbi emrin, ai u shkarkua, ose u vetë shkarkua. Kur erdhi Vetingu, drejtori i policisë Lezhës u largua me vetdashje. Po pse u largua me vetdashje? Që të mos tregonte xhepat. Po jo vetëm kaq. 2 javë më vonë pasi ai u vetë shkarkua, i vjen një ftesë nga drejtori i përgjithshëm i policisë për ta bërë këshilltar. Domethënë, ai bëri sikur doli nga dera dhe këta kërkuan ta fusin prapë nga dritare, që do të thotë se ai ka lozur një rol në atë ngjarje. Ka manipuluar provat. Ka përndjekur dhe ka krijuar pamje filmike për t'ia paraqitur pastaj publikut se ja i kemi provat ne pikërisht këta janë vrasësit. Apo jo? Domethënë, ne nuk kemi qëllim këtu që të mbrojmë një vrasës, po që të gjejmë një vrasës. Dhe të gjejmë motivin e vërtet pse është bërë ajo vrasje. Sepse që ka ndodhur? Policia jo vetëm që... Çfarë gjë e madhe fshihet pas asaj gjë, sipas teje? Tashti, unë them që fshihet pikërisht i gjithë mekanizmi që ka çuar pastaj në kampin e Lezhës, italian, që mund të ishte britanik, se edhe britanikët kanë kërkuar pjesë, mban mend. Dhe Rama ja u ka refuzuar, ndoshta pikërisht për të mos lënë gjurmë në këtë ngjarje. Domethënë, Nikulaj me shumë gjasa ka kërkuar pjesë. Ose thjesht ka ardhur në dieni dhe rrezikonte dikë. Në gjithë të trafiqet, gjithë të poshtësira që bëjnë shteti shqiptar, qeveritarët, prokurorët, policët, ndonjë gjyqtare tjera, gjithë kjo diku shpërthen.
E kuptoni juve? Këtu kemi të bëjmë me një shtet totalisht të inkriminuar, që përbën rrezik maksimal për njerëzit. Domethënë, këtu ne nuk po vëm theksin të mos funksionimi i drejtësisë dhe shpëtimi i një personi që është apo nuk është vrasës, Po një sistem i ndërlidhur. por një sistem i ndërlidhur që nesër mund të bjerë vrasje të tjera, ngjarje të tjera shumë të rënda. Siç ka bërë, siç ndodhi Liridona apo diku tjetër. Siç kemi shumë ngjarje tjera që ne kemi Që zbërthyer. që policia nuk i gjen dot, e di pse nuk i gjen dot, se kështu ndodh edhe në vende të tjera. Me policin duke rrugë Elbasani që edhe shumë e koklavitër si një. Po të thash unë, ai ka vrar një ish oficer të shikut, e kupton? Prit. Ndërkohë që ndërkohë që një vit më parë duhet të arrestonte, të hetonte dhe të arrestonte një oficer të shikut, prit, për shkak të bankës Raiffeisen. Dhe ngjarja ka ndodhur 5 ditë pasi banka Raiffeisen vjen, i ka thënë kësaj bankës Raiffeisen këtu, shiko qik, qa parash i ke Bozha Angjell Lukës dhe ktheja. është vendimi i formës prerë. Dhe qa ben këta? Këta i thanë ati i vritë, i thanë se s'ti gjengje. Tani njerëzit, duhet dini gjë, njerëzit që po ju kërkojnë para bankave dhe qeveris janë me mira. E kupton? Domethënë, vinë fondet nga Europa dhe i merr një ministre dhe i ndan në shok e miq. Pse? Nuk janë shok e miq ata. Ata janë gjobvenës. Ata din diçka edhe thonë, ne duam një pjesë thonë. Në pjesën e fondeve të ardhura nga BE-ja, që i ka marrë Frida Krivca dhe i ka ndarë në përshok, ka marrë pjesë edhe Piro Lutaj, drejtori i drejtorisë përgjithshme të përmbarimit, ai që më vodhi që u bë shkak që mua s'më kthehet banesa ime në Berat. 11 akte të falsifikuara në dosje i zhduku prokuroria dhe prokuroria e mbajti qëllimisht dosjen 5 muaj në dorë për të kaluar vettingun. Është e njëjta prokurori që zbardh edhe kompaninë Western Union, Sonila Muhametaj. E kuptoni juve që këtu krimi është i kudo ndodhur. Dhe të tëra ata gazetarët, plus ata që përmendet ti ata të Piranjas, nuk duan të hapin në ekranin, sepse ata kanë mundësi që... Ata janë më të mirë dhe si ti the... Por e janë më të mirë... Janë më shikuar si sa ti... Po, më të shikuar si sa ti, po jo më të mirë si sa ti. Mos i ngatrojmë bjarët. Po janë edhe më të mirë dhe më të shikuar, mos e... Jo, ata thjesht... Prit, ata... Dal të mbarojmë. Ata thjesht... Ne jemi këtë rrimet. Ata thjesht kanë mjete më shumë se ty, dhe ata kanë mbështetje nga një parti kusarësh që e sa liberishe di unë dhe që jo britë se do të them dhe një gjendë dal të them një gjendë tja u themi troç atyre të Piraneve po dëgjor dëgjore je gazetar apo jo mos bëj pasaj jam i cilë që më të mirë themun po dëgjoj tash gazetarët e Piranjas unë i kam takuar pasi kam marrë takim me një gazetar të ABC prit mos më ndëry të lutem mbyllë këtë se nuk ja jo prit dhe ai më ka thënë mua unë nuk merrem me emisione investigative po shko te Pirania dhe Pirania ishte te ABC-ja në atë kohë kush ka thënë një nga ata gazetarët që bën kështu Vox Popet tu se se mbaj me ndemrin. E më ka thënë më shko të Pirania, dhe Pirania ishte të ABC-ja në atë kohë. Me të vajtur unë të Pirania, tanke bleu sala. Opa, më mbyllën derën ata mua. Vajta, unë mora takim me gazetaren. Me kë gazetaren mora? Me gazetaren, nuk e mbaj me ndemrin, Rrezik ta gjej këtu, e kam në WhatsApp Rrezik. Dhe vajta mora takim, më pyeti pa dokumentet e njënë tjetër, pas një javë më thanë mua, jo, po ne kemi ndëruar pronar dhe pronari ka tjetër linjë editoriale dhe investigative. Të fala Piranjas. Hajde na e thuj këtu se e kemi të nevojshme, na e thuj këtu. Jo, zotëria thot. Qa thot? Për Angjellin apo jo? E ndjek? Kë Angjellin pa. Ha? A ishmi e vërmë? Me prezentoni.
Ha, thash që kishe kështu, përshëndes. Jo, Faleminderit. Jo, Ki je rasor. Po, rasor, po. Po. Më pyeti e ndjek Po, unë ndjek kohën zakonisht. Jo, nuk ndjek horoskopin, unë ndjek zakonisht fen islame. Bravo. Jam simpatizant dhe i dashur. Për vendin, Ligjite. për vendin, flet për vendin. Për patriotizmin do folim se Çfarë bën për patriotizmin? mundohem që të jem sa më i dashur i sjellshëm me njerëzit me farfesnin. Së drejt, përshëndes. Falenderoj shumë. Jo, kaq di Jo, fjalë. faleminderit. Çfarë televizioni mund ta di? Pisku. Aty ndjek Angeli kundër djajve. Dëgjoje se na ndihmon në do ikim Pa pasaj që djoj që mirë ta çunat se na thonë që jo po ne s'dim gjë. S'di kemi gjene. Ja, shikoni Skënderbeun atje, Skënderbeu ka thënë që të ruhet atë dheu duhet që drejtësia të bjeri si teu i shpatës. Bam, Po i foto me Angel kështu, këtu ke Skënderbeu. Ka edhe Skënderbeu me flamurin, ë? Edhe flamurin. Angel se kemi edhe dëgjora, po. ja këtu ne ç'a kemi tjetër, pa thuaj. Po kemi atë që e nisën që në fillim. Ka. Se më Sa mendon. përket që Baba Mondi vazhdon të insistoj edhe pse duket sikur është nuk po dëgjohet si çështje për shtetin Bektashi. Atëre dëgjoj Duke thënë që me lidhje me Skënderbeun që the, se edhe Skënderbeu ka qenë një Bektashi dhe shteti shqiptar Ku e di që për jo po Skënderbeu. them ato se ç'a diskutohet në Mirë, dëgjoj që më. Me që më pyet mua, unë përgjigjen e jap sipas mendjes time dhe sipas Ç'a ka një poshtërsia më e madhe e të gjitha atyre që kanë krijuar më maskarende e kësaj bote kundër Shqipërisë, me këtë tonin këtu që siç e kemi thënë është tradhtari më i madh i këtij vendi, që duan ta coptojnë me çdo mjet, me çdo formë, me çdo lloj truku këtë vend. Baba Mondi është një vegle tyre. Shqipëria profesion më para ka qenë s'ka ç'më duhet fare. Ai ka qenë spion s'ka rëndsi. po. Nëse e ka bërë, se shiko këtu, bësi ngatroni gjërat. I shërbimeve jo do të rrymish do të thot maskara. Vendi nuk mund të jetoj pa ato shërbime. E qartë. Po e keqja është se ata po bëjnë të kundërtën e asaj që duhet bëjnë. Jo, pra është shi. Dhe tjetra, unë po e përsëris për të 1 milion të nerë, Skënderbeu ka qenë, ca thonë ka qenë i krishterë, ky thënë ka qenë pas ka qenë Bektashi e tjera, nuk ka fare rëndësi. Skënderbeu ka qenë shqiptar. Ka luftuar për atë dheun. Ai ka bërë luftë për të ruajtur këtë vend. Nuk e ka bërë luftën thjesht se i kishte inat me turqit edhe hajde të sulmojnë turqit. Jo. Ai këtu kishte një invazor, një pushtues dhe do ta të bonte. Kaq. Se ishte turk. Nuk ka luftuar për hesap të Vatikanit, domethënë. Jo erdhi çun, për lëreni budallëqit atyre, po këta janë maskarenj erdhi çun. Këtyre, si të thashun ty, jepi një dobi raki, dobi qofte dhe të shkruajnë që aty vi për mendje. Urdhëroj, dobi raki, dobi qofte, po si pra... Po çfarë tani? Okej. Po nuk i mjaftoi dobi e parë, jepi dhe të dytën edhe të shkruan çfarë doshë, thot çfarë duash ti. Çfarë fshihet pas ti shtetit Bektashi? Kush e Maskara Lekër për të ndarë Shqipërinë. Si flitet që ka një frymë të këtyre të izraelitëve. Po s'diskutohet, po nuk diskutohet. Është vërtet kjo? Amerikanët po bëjnë çmose që dashu, shiko këtu. Nuk një sinagogë këtu në Shqipëri. Po le ta bëjnë në sinagogën, s'ka asgjë të keqe. Dale mos i ngatroni gjërat. Mos i ngatroni gjërat. Këtu ja ku është kisha. Dakor? Ja ku është xhamia. Aty më tutje mund të bëhet një sinagogë. Shkojnë ata që mund të jenë 30 apo 10 apo 2 çifut që mund të jenë, shkojnë të falen, shumë bukur. Kanë fenë e tyre, besimin e tyre, le ta bëjnë. Ç'të keqe ka? Tjetër ajo, tjetër shteti shqiptar dhe toka shqiptare. Dale mos i ngatrojnë gjërat. Mos i ngatrojmë gjërat. Toka shqiptare është kjo dhe kushtetuta nuk e lejon shpërberjen. Ti kam thënë unë, qoftë edhe 1 centimetër të këtij vendi, nëse tjetërsohet, siç ai ka shkruar atje në Lezhë, që na u veka në jurisdiksionin e shtetit italian, është pushtim, është tradhti. Pik. Të tjerat, ta kam thënë 100 eurën, nëse sot Edi Rama pretendon se vinë 10 milion turistë në Shqipëri, nesër mund të vinë 100 milion, bujrum. Nëse këtu sot pretendohet se ka 30.000 ashtu italianë që jetojnë në Tiranë dhe në për Shqipëri, le të vinë 300.000 italianë, ç'na u bevon?
Shumë mirë, le të vinë. Problemi është që të jetojnë brenda kushteve, brenda kushtetutës, brenda ligjit, brenda respektit për shtetin dhe për popullin shqiptar. Mos i ngatrojmë gjërat. Po ka ndodhur kjo mendon si do ndodhi ky shteti Bektashi? Do ta bëju, ç'i shteti Bektashi? Po u vura unë në majtë të shtetit, baba mondin e ke në burg. Me burgim të përjetshëm, mos e nxjerrim me kokën. Jo, do vazhdojmë bëjmë diçka një të përjavshme tani që të takohemi, që ta themi edhe këtu publikisht, të bëjmë një takim ndoshta pak më intensiv, të futemi live në atë që kemi diskutuar, që të vazhdojmë edhe të kemi edhe mbështetjen e njerëzve, edhe për atë çka ke bërë edhe ti thirrje, për mbështetje financiare. Unë duhet të them, do ta përsëris edhe një herë. Ju siç e dini, mua Facebooku më hoqën fare. Fare. Dhe atje më kanë hequr gjithë historikun, gjithë shokët e miqtë, kam pasur mbi 5000, edhe shumë të tjerë që si pranoja dot sepse kishe kaluar limiti, dhe me preteksin absurd, zero, thjesht sepse kanë dashur të marrin gjithë shkatimin dhe të zhdukin këtë historik, e kanë zhdukur fare atë. Dhe nga ana tjetër, siç të thash, unë nuk kam mjete, ndoshta për shembull ti më thuaj mua që të futemi online në njëra tjetrën, nuk jam i sigurt se mund ta realizojmë me mjetet që kam unë. Telefoni im ka vajtur në limit fare. Domethënë ai 64 ka të tërë atë memorien, unë kam vajtur gjithmonë jam mbi 62 gjithmonë. 68. Do 68. Kështu që mua më duhet, siç ju thash, mua më duhet ndihmë për të realizuar një projekt që nuk është për Angjëll Lukën. Është për të mbrojtur. Bravo, sqaroj këtë, se ka shumë njerëz që sidomos me vitin e fundit jo sidomos me të fundit, por vazhdimisht të ndjekin, të lavdrojnë dhe të komplimentojnë për atë gjë. Po paratja japin salës ama. Po do ta themi çik më shkoqur ne pra. Po shkoqur fare çka ka. Bashkojmë bashkë zotëria, Angjëll Luka, profesor Luka, me punën, me kontributin e tij që unë ja çmoja vlerësoj maksimalisht për të shakave që nga fëmijët që të bëjmë, se normalisht nuk do jemi vetëm, por serioziteti në mesazhin dhe thirrjen që bëjmë është për këtë vend. Pra, zotëria di disa gjëra më shumë se sa ne, se sa unë e se sa ju që e ndiqni. Nëse ju jeni që dini më shumë, hajde burr, bëuni pjesë e kësaj gjëje, të luftojmë për këtë vend që po tradhtohet çdo ditë më shumë, po shiten tokat dhe pronat shqiptare, po dëbohen shqiptarët. Po ju marrin juve, çka keni tuajt, po ja u marrin tërra. Nuk e kuptoni juve? Kjo është, ndihmojeni, do gjejmë formë, do gjejmë ditët vazhdim, do ta gjejmë formë, ndoshta do të hapim numër llogarie që të futemi live Angjëll dhe kushdo që ka mundësi të na dërgoj para. Dhe për këtë kauz ty ndoshta për çfarë do duhet nesër, do të jemi transparent, vazhdimisht, në mënyrë intensive, konsistent, do të themi janë mbledhur kaq para, me këtë para do bëhet kjo gjëja. Ora, pra të jemi transparent edhe me atë gjë që ka bërë. Po s'ka asgjë, unë jam pjesë e kësaj gjës vetëm nëse bëhet në këtë formë. Kështu që ta them publikisht edhe këtu, kush do të na bashkohet, të shohim. Atëherë edhe një herë edhe kupton të gjë që bën. Edhe kupton, e besoj unë, po unë mos besoj e di që ju e kisha trajtuar 1 milioner këtë vend, e të tërë njerëzit nga i parit e ki fundit. E vetmja gjë ti këtu ku je prandaj si po pra, jo vetëm dhe nuk jam bërë pjesë thjesht dhe vetëm nga edukata që kam marrë dhe nga ndërgjegja ime. Nga absolutisht asgjë tjetër, asgjë nuk më detyronte mua të bëja kështu siç kam bërë. Përkundrazi, gjithçka më detyronte për të kundërtën dhe unë nuk pranova. Dhe kjo mos 100 herë kam thënë. Mos dëgjoni zerat e këtyre supermaskarëve që ju vjedhin për ditë që thonë që Angjëll Luka është një lypsar që lyp para. Të zbardhen ato letra atje që të zbardhen se zbardhen dhe shikoni kush është Angjëll Luka. Sepse janë të shkruar ato në vendim, janë të tëra nëpër banka dhe unë kam kërkuar prokurorëve të tëra verifikimet dhe jo vetëm verifikimet. Prit, po të marrin hard diskun e bankave që ata të mos kenë mundësi ti shmangën së vërtetës. Nëse ti mendon që e vetmja pengesë në këto momente ku jemi është paraja dhe ndërmesa vetëm paraja, ata e dinë që besoj si shqiptarë duke na dëgjuar do të na ndihmojnë për të gjë që ne të shkojmë përpara. Po le ta besojmë, po të shikojmë. Se deri tash kemi gjë është kjo, japim drejtim. Jo, unë nuk e besoj, unë jo vetëm e besoj unë, po e besojnë edhe ata vetë që nuk lëshojnë asgjë. Do t'i japim pra. Unë mendoj sa e thjeshtë është që ta kuptoni. Është e shkruar në vendimin e formës prerë janë 3 gjëra që janë plotësisht të kuptueshme për çdo njeri. Një, gjykata thotë që nga mënyra se si është paraqitur kallëzimi,
nuk ka paqartësi. Sepse prokurorët thonë që ky ja fut kot, flet gjëra konfuze. E kupton ti? Për të më nxjerrë mua një njerëz të pabesueshëm. Prit, një, e dyta. Gjykata ka thënë që në bazë të neni 396 kodit procedurës penale, Angeli kërkon parat dhe kjo është e mbështetur në prova dhe në ligj. Domethënë duhet i kthehen parat, janë parat aty, janë të gjetura, se sot kod gjykata. Po flas për të dyja gjykatat, edhe shkallës parë dhe të apelit. Dhe 3, gjykata thot, prokuroria e ka për detyrë të marrin fashikullin e emetimit të kartave të debitit e Banka Intesa dhe të pyesin të gjithë personat që kanë marrë pjesë, që kanë hedhur firmat në atë fashikull. Çka ka ndodhur? Banka e ka zhdukur fare fashikullin. Po pse e ka zhdukur? Se s'kishte gjë apo se kishte gjë? Pse e ka zhdukur fashikullin? Se ai fashikull tregon për emrat e personave që kanë marrë kartat e debitit që janë emetuar në emrin tim dhe me ato kartat debiti i kanë përdorur për të vjedhur paratë mia në burim. Njëri prej këtyre burimeve është vetë ambasada amerikane. Prandaj vinë vërdallat të tërë dhe thonë, jo po këtu ne duhet të jemi patjetër të shikojmë transparencën se si do zgjidhet kryepolici shqiptar, për që drejt që doja ju me kryepolicin shqiptar. Ja? Pastaj të njëjtën gjë bëjnë në SPAK, të njëjtën gjë bëjnë kudo ku janë. Qa janë ata? Ata ngritën, erdhi ajo zonja Clinton këtu edhe beri namin se një ashtu pederasti, më falë, do më dhe një njeri që ishte me një beqir, do më dhe. Me tendencë seksuale ndryshe, një njeri me tendencë seksuale ndryshe i qengshin ngren të drejtat. Edhe ajo thanë, mos ja hani, po pijani. Pijani të drejtat. Prit. Dhe kjo bë problem shtetëror, imagjinohet i tash. Ka probleme, çfarë probleme? Dhe ka 18 vjet ajo ambasada, ti edhe të tjera që se hapin gojën kur këtu vlojnë miliarda, vriten njerëz, tjetërsohet territori dhe atyre nuk ju bën përshtypje se ju mbrojmë neve. Nga kush do na mbrojnë? Se po na mbrojnë nga vetja. Nga kush po na mbrojnë? Do vi dita që do t'i gjëmojnë korbat mbrapa, ha? Korbat e kanë mbushur Tel Avivin. Mos harroni çfarë thot populli shqiptar për korbat dhe mos harroni edhe një tjetër. Nuk e thot populli shqiptar, e thot shkenca. E thot shkenca. Zogjt, korbat në mënyrë të veçantë dhe shqiponjat janë ata që me kilometro larg ndjejnë karmën. Domethënë gjërat e ngordhura, të vdekura. Dhe me shumë gjasa, atje në Tel Aviv janë me mira njerëz rrugëve të vdekur, të vrarë, të plagosur rend që akoma s'kanë në shpirt rrezik dhe të tjerë të futur në përrënoja. Dhe kafsha, domethënë shpendje ndjen me kilometro larg ndjen. Nëse atje është mbushur plot, domethënë që poshtë janë mbushur me korba plot, me korba, është mbushur toka me viktima. Mos harroni këtë. Dhe qa ju thonë për ditë s'ka ndodhur gjë. Dhe sa për t'jeni, jo më larg se sot, do më thënë, mbase është e djeshmja goditja, mbase është e sotshmja, iranianët kanë goditur godinën qendrore të Shin Betit, që është godina e kundër spionazhit izraelit. E kanë zhdukur atë, e kanë rrafshuar, drejtë në kokë, pam, Jo, ne nuk na gëzon, as na idhëron, se s'na bëhet vonë fare, por ata që kanë dy paramend duhet të qartësojnë qikëtrunin që nuk ecet me gënjeshtra që një mirë. Ky është problemi. I ka kopë dhe shkurtra. Izraelitët dhe Amerikanët po mundohen të gënjejnë gjithë botën. Del Trump atje thotë ne kemi filluar negociatat, ata po përparojnë, ata kanë pranuar etj. Ai gënjen veten. Bile jo vetëm gënjen veten, se poshtërsisht ai e di që mediat nuk do thonë atë që thonë iranianët, po thonë vetëm atë që thot ai. Të paktën brenda Amerikës. S'bëhet fjalë. E kupton ti? Domethënë, ai kujton se duke manipuluar publikun,
do fitoj Po se luftën. len korbat. Po se len korpat. Po se len korpat se s'mulohen ata, janë ata lart në qiell atje. Nuk i blet dot ata. Si ble dot Nuk i ata. blet dot ata. Tonë fshitet raca njerëzore, njerëzit. Aty ka shkuar bota. Mos u beni me pushtetin e mashtrimit dhe të krimit, se larg qoftë ju gjen si Izraelin, që deri një vit më përpara rrafshoi Palestinën, sot është rrafshuar ai vetë. Prandaj unë të pyet pak më lart, çfarë interesi nga shqiptarët, se nëse kjo gjë ndodh dhe Izraeli merr mësimin, ato s'kan për të bërë të njëjtën gjë në Shqipëri, më aq shumë se sa janë futur në Shqipëri. Pikërisht pra, pikërisht. Po, që të pyeta. Është e domosdoshme që nga institucionet shqiptare të çfarroset çdo lloj këmbe e izraeliti, nga institucionet po flasim. Kryesisht ato që po na dalin që janë më Sidomos nga SPAK-u dhe nga shërbimet e inteligjencës dhe të policisë. Sepse ata e kanë të shkruar në ballë spiun, ata spionojnë kudo në botë. Ata spionojnë vetë Amerikën, ata spionojnë Francën, në Europë kudo, ata spionojnë, mbledhin të dhëna për t'i përdorur për gjobveni, për goditje, për marrje pushteti, për grabitje, për çfarë dushti. Për vrasje çfarë dushti. Domethënë këta njerëz kurse si nuk duhet të kenë vend në institucionet tona. Kurse si. Po Edi Rama, e morë mesazhin, besoj, kështu që thirri menjës edhe bëj hapa mbrapa. Benja mbrapa se Jo, e ke afër. Angelo, të përshëndes, të falenderoj shumë për fjalët e mira, për thirrjet dhe për atë siçka na jep vazhdimisht. Miq, uroj që të merrni më të mirën dhe dëgjojeni atë pasazhin e shkurtër dhe na jepni konfirmim me komentet tuaja që ta nisim atë siç ka kemi thënë dhe që kjo gjë të bëhet më e madhe dhe të lëvizin gjërat më shumë për interesin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dëgjoj, që të lëvizin, Na konfirmoni ju lutem, na konfirmoni koment nëse jeni dhe ne ta vazhdojmë atë gjë. Që të lëvizin pavarësisht nga politikanët shqiptar që ju kanë marrë nderin, jetën, ju kanë dëbuar nga vatrat tuaja, ju kanë grabitur dhe po ju Nesër do të jetë më keq gjë. Për 36 vjet ata ju kanë marrë gjithçka. Filloni të mendonin ndryshe. Nesër do të jetë më keq e ngjall. Nesër do të jetë më Sigurisht. keq. Nesër ne do na marrim mallin me u taku me njëri tjetrin. Kështu siç do bëhet ky vend. Nuk do Pse të ti ketë. ke ndërmend që ti thosh atij që unë do takojmë vetëm me ty, jo me mua? Jo, takohemi të gjithë, kisha fjalë kur them ty për i them gjithë shqiptarëve. Pra ne shqiptarët do të kemi më të vështirë se ky vend duan që ta bëjnë që mos ketë më shqiptar. Pikërisht. Kjo është ajo. Pra Pikërisht. nesër mos jetë vonë, do të veprojmë sot siç ne kemi vepruar prej kohësh, por duhet edhe ndihmesa juaj. Kështu që na e konfirmoni me komente nëse jeni dakord që ta vazhdojmë atë siç ka ne kemi nisur, por që të bëjnë edhe pjesë. Ale telefonate. Kalofshi mirë.